Pa u asfaltu këto tash e disa vite, bëhet fjalë për mbi 20 vjet. Po, është e qartë, ajo lagja aty na e quajna lagja Vishnjet, ku në mandatën e parë si qeverisje, kemi investu thujse mbi ma shumë se 500.000 euro në ato rrugë, sepse me të vërtet kanë qenë gjendja e rëndë atje. E kemi asfaltu rrugën kryesore, ku quhet nga shkolla e Arbërisë dhe nga rruga e deponisë. I kemi asfaltu mbi 10 rrugica në atë pjesë, edhe na ka mbetë edhe shumë pak rrugica për me përfundu thjesht tërësisë si lagje. Kemi investu në infrastrukturë në rrugë, në ndriçim, në kanalizim. Edhe tash kanë mbetë ku vendi Gjilanit kemi për momentin 3 rrugë kanë qenë të planifikuara nga viti paraprak për me u kryu, mirë po për shkak që nuk kemi mundur, nuk e kemi pas buxhetin e aprovum në vitin 2025, atëherë ju mbartë për vitin 2026. Kështu që në planifikim kemi, buxheti ka kalu, tash pritet shumë shpejt përfundon e projekti edhe të realizohen ato rrugë e kërkuara nga qytetarët. Po.